We Global Football ka bërë parashikimet për skuadrat që do të luajnë në play-offin e botrorit. Ekspertët e statistikave në grupin B kanë vlerësuar Shqipërinë me 10% që mund të kualifikohet në Kupën e Botës. Sipas parashikimeve, Ukraina ka shansin më të madh për të avancuar nga rruga B me një probabilitet prej 42.6%. Polonia është në vendin e dytë me një rezultat prej 26.3%, ndërsa Suedia vlerësohet me 21.1%. Prima di tutto essere qui veramente un'altra volta abbiamo meritato tantissimo, allora si gioca, adesso parlavo con tanti altri qua, no? Sono degli italiani, sono di tutti, si gioca, sul calcio 90 minuti può succedere tutto, conosciamo bene la squadra avversaria ma anche loro conoscono benissimo anche, poi si gioca, allora si prepara la partita di avanti. Guarda, sono tutti quattro forti, anche la Polonia, poi dopo dall'altra parte sono due avversari fortissimi anche. L'Ucraina lo conosciamo già di Nations League, Svezia anche abbiamo fatto un amichevole, poi sono squadre forti, calciatori forti, poi un'altra volta poi sono quattro squadre molto forti. Në fakt, para është jam I lumtur që jemi në short për play-offin e Kupës Botës. Nuk prisja që do kishte në dhuratë, këtu janë të gjithë ekipet të forta, në bazën e dytë kundërshtarët që e mundshëm për mua ishin gjithë fort. Polonia është një skuadër që në fakt kemi luajtur në 2-3 vitet e fundit, gjithsesi shumë e fortë me një nga yjet e futbollit evropian, por ne do të tentojmë shanset tona. Duhet përqendrohemi maksimalisht tek Polonia, të shpresojmë për ta kaluar. Unë nuk kam pas asnjë lloj dëshire në fakt para se të vinim se kë nga 4 kundërshtarët e vazës dytë do doja në grup. Në fakt ashtu siç erdhën punën, short nuk do më pëlqente vaza e parë që ishte një ndeshje në Wales dhe e dyta kundër një kundërshtar I mundshëm si Italia. Të tjerët më duken gjithë shumë të fortë. Ne në letër nuk jemi skuadra favorite për t'i kaluar këtë play-off, por gjithsesi do bëjmë maksimumin. Futbolli nuk është matematik, është lojë që ka shumë të papëritura, ka emocione dhe unë shpresoj shumë që ne t'i dhurojmë sportazhëve tanë emocione pozitive.